unë duhet kem 100% e ty. Ja, për pak në t'i besosh gjithë tënde. Nuk të marrësh konsiderat çfarë thonë tjerët. Nuk është. Po nuk kam marrë njëri në konsiderat çfarë thonë të tjerët, po ta them Ti po vine po më thua, nuk kam se duroj unë të gjithë. Unë nuk të thash, nuk kam se duroj në lidhje me këtë gjë. Është ajo që unë kam thënë. Si të ndihesh ti rehat, si të ndihesh ti mirë. Në momentin që ti më përmend prapë dhe më thua mos e përdor dhe mos u afroje dyta me radhë largohu tash, por marr përsipër të dalë unë si përdorus dhe nuk të afrohem më. Po nuk të tha njëri që po më përdor, ta parapriva. Thjesht erdha këtu dhe e parapriva. Ti tani pa shprehur dhe pëlqimin ke këto lloj dyshimesh dhe vin bën këto lloj bisedash. Pasi unë të kam bërë disa biseda më përpara. Dhe ti kam sqaruar dhe nuk kam çfarë të bëj më, s'kam më se si të ta shpjegoj. Imagjino më vonë. E do me thënë unë duhet të besoj kam ty kushte të zakonshme. Verbërisht thua ti edhe më vonë pastaj duhet të shpreh dyshimet e mia. Kështu i bie. Më vonë duhet të shpreh dyshimet e mia. Kur të sigurohem edhe më shumë për shkak, duhet pa marr parasysh asgjë çfarë flasin tjerët. Vazhdo me hiperbolizimin siç e ke zakon. Se nuk të thash asgjë që të prek të ty kaq shumë. Po nejse. Më dalë përdoruso? Po nuk ta akuzoj njëri o Kristi tani të thash, në qofë se ke menu në herë që mund ta përdorësh tash, mos guxo ta mendosh, kaq, është e drejta ime të vi të ta them. Siç mund të vish ta thuash edhe ti, më vajz, nëse ti se ke pëlqim, se ndjen një gjë e madhe. Mendon që më ke qef, mos e përdor të gjë të lutem. Ngela tu shpjegu pse kam pëlqimet, tu menu. Po s'të kërkoj njëri llogari pse ke pëlqim. Po kam kaq ditë pra. Ti në vend të dëgjosh çfarë them unë, çfarë tani është e drejta ime të vi që të pyes dhe ta kërkoj këtë gjë. Ti mërzitesh, mërzitu vëlla. Veprime kalamajsh. Mirë vetë, po më trajton dhe mund si kalamak. Grizdi, sigur jam bebun. Globus Travel, gjithë shqiptarët, shifni, mos ka ndonjë ofertë. Përdorni Rogert 05-a.